Përshëndetje gjithëve, sot kena me bërë një challenge ku për 24 orë unë kam heq dorë nga iPhone-i dhe do kaloj në Android. Telefoni me cilin kam e bërë këtë challenge, sfidë ose eksperiment me veten, është telefoni më i ri Red Magic, të cilin do bëjmë unboxing një herë. Gjëja e parë që shohim është kjo ku ka klufin edhe dhonat, këtë që me fut kartën, edhe një kluf falas. Gjëja që me telefonat e sotëm është shumë e rrallë se as karikus nuk t'japim me vete. Telefonin e lejmë fund. Në kuti është edhe karikusi, bile është fast charger, ndryshe nga kompanitë të tjera që nuk të bin fare, kjo ta bjen edhe të më të shpejtin. E tani është telefoni. E heqim nga qesja, ja se si duket nga para, i gjithi ekran, e nga mrapa, mund ta shihni që ka një dizajn shumë bukur. Kanë sjell tu versionin e bardh, por që ka pak si blu kur e shihni varet nga këndvështrimi. Për çon kujdesshëm gjatë 24 orëve, shkojmë edhe i vëmë kluf se është më mirë se sa me thy. Tani po bëj setup telefonin që të vejt dhonat e mia, e të kem gati çdo gjë për me përdor. A few moments later. Okej, tash telefoni është gati. Setupi domethënë tash do të më shkarkuc aplikacione që më duhen mua. Edhe besoj ma vonë kam dal jashtë me i provu kamerën, sepse si youtuber që jam, kamerat janë ato që më duhen më shumë të këtij telefon. Ama para se të vazhdoj më shumë me videon, si fillim bëjeni like edhe subscribe. Duhet që t'i bëni 2000 like te kjo video, sepse do më shkoj gjithë dita për të marrë me ta. E ju e keni 2 sekonda punë. Ora është 4:38 e masdites, kështu që i bjen nesër në 4:38 kryet challenge-i. Edhe mundi më ju dha mendimin tim. Sado kamerat janë të rëndësishme dhe speksat janë goxha të rëndësishme për një telefon. Kështu që shkem t'ja tregoj speksat e kësaj bishe. E sa për speksa, ky telefon ka thjesht më të mirat në botë. Procesorin e fundit Snapdragon 8 Gen 3 Elite leading version, domethënë është i vetmi telefon botë me këtë procesor. 16 GB RAM fizike edhe 12 virtuale që mund t'ja shtosh, 28 GB RAM total, 512 GB memorie, bateri gjigande për 7050 mAh, që mund t'jetë nga bateritë më të mëdha në telefon ndajherë. E përveç baterisë gjigande ka dhe karikus super të shpejt 80 W, ekran 144 Hz, thuti është gaming monitor, kamera 8K me sensor Samsungu, edhe vetëm mundohu pak për me pa kamerë përpara. Ku është? Është e pamundur me pas se është poshtë ekranit implementuar shumë mirë, sa edhe po të munohesh nuk e shef dot. Në pak fjalë telefoni më i mirë në botë Alban. 2 hours later. Ore, lukush tjetër këtë lojën apo vetëm unë jam fiksu? Është bo shumë... U dion olla të fikson. Tu e lut këtë lojën me 144 Hz. Opa, qa proje jam. Okej, tash duhet me ikë me flet gjumë, është goxha vonë, ama ju e dini se çfarë bëj gjithmonë para se me flet. Normale që hym TikTok, e desa të na lodhen sy tu pa TikTok, që të pasën e flejmë gjumë. Sa cool duket kjo pjesa me drita mrapa, natë e mirë për meja. Mirëmëngjes, është ora gati 11, po tash ju çova nga gjumi. Kisha harru me boj gjë me vu alarmin, po që varja, nuk është se pata naj punë mëngjes me bo prapë se prapë. Sa u puna gati me ik palestër edhe do marrë me telefonin me vete, për më ngju muzikë, ama diçka tjetër që të pengon pak të punë Androidit është që jam me AirPodsa, edhe AirPodsat nuk përshtaten edhe shumë Androidin sa me iPhone. Po prapë muzika bon, kështu që s'po ankohem shumë. Po nisëm për palestër. Okej, të testojmë mirë kamerën, kena arë një elemet parë ku si ta shifni. Tani të provojmë... Art, që të bu aty, Art? Arti me enesin. Ndërsa kamera për para si shumë ta shifni nuk ka nivel për video, nuk është i qartë dhe pse gjëja ti dal kundër diellës që si dukem. Ja dhe kamera mrapa, kjo është goxha shumë më e mirë se sa tjetra. Po që pra për mendimin tim iPhone-it është më e mirë. Kështu që besoj që kamera është problemi vetëm i imi me këtë telefon. Është nivel të mirë për dikë që përdor zakonisht kamerën, ama jo për mua që jam content creator, youtuber. Diçka tjetër që ka më të mirë se telefonat e tjerë, siç mund ta shihni, mund të përdor USB casting. Domethënë mund të përdorësh telefonin në kompjuter. Mjafton thjesht shkarkosh aplikacionin e Red Magic. Mund ta përdorësh telefonin si një kamera ose për me çuë me marr video. Loja që kam zgjedhur kësaj herë është Stumble Guys, është një lojë që ju e luni atë videot me telefona. Kam vendosur të luaj gjithmonë lojrat që mi kërkoni me lut zakonisht, po në kompjuter si luaj. Kam një pyetje valla, kush leshin ma ka marrë emrin Alkings edhe Alkings YouTube? E kam vu Alkings YouTube 1 se ma kishit marrë ju. Hajduta, pse merrni emrin tim? Shkojmë tash me play. Okej, këtë s'kam luajtur ndonjëherë, unë vetëm Fall Guys kam luajtur, po ta shohim, është e vështirë ajo. Okej, çka më bor kjo? Okej, me këtë po ka jump. Me grafikat jena maksimalet. U është shok sa rëshkit kjo. Rush, e huam duhet.
O, bës. Jo, më hodhi topi i leshit. Ec, kujdes. Opa. 3 veta jam kualifiku që tash. Mos ja fut kod. Si vetëm 12? 8, aha, u kry. S'jam për këtë punë. No. Shkoj me provim prap. Hajde, cili map? Okej. Sa herë do fitojmë. Jo fitojmë për të pak të në kalim rondin e parë. Okej, ma havi rrugën kë. Wow, qa nodhi? Jam të më gjujtë të legenat. Prap mirë jam për momentin. Okej. E kalova. Jej! Që ka i koklule ashtu to. Marri roundi, jej! Ne i këtjana e nuba. Atë edhe vet isha nub roundin e kalum. Najde. Që është kjo dhe? Mori me veta. Okej. Nice. Trashën kanal. Okej. Nice. Jam mora dorën. Mas. Qo, valla, që është të mbo? Këca? Nuk këceu. Në rullat e bojës. Ku futëm, në dha, ku futëm? Mas, ku shko, o son, ka shkon, normal që eliminate, se lusin noob. Hajde dhe lejtë funit. Pas e njëta kjo, prape njëta, hajde. Po kjo me Galaxy skini. Ota. Opa. Mas, shi ku bio, dhe shku bion. Okej, u kualifikova. Yes. Snajet si marrë po kualifikum. Ajde mapi tjetër. A është hexagoni? O, shok hexagon, tës parkour ki që është super i vështirë. Yes. Hajde, jam i pari. Po bëj perfect dhe tash. Mas! Pse?
do të foli? Pse do të foli? Ku jam? Okej, për të kualifikum, po ishe i pari, o burë. Ka shko në boss, në anën tjetër, ashtu. Po double jump, aha, po. Ajde mapi tjetër. Qa është kjo, dhe? O, ku përshkoju në dha? No. Jam budal krejt, unë shkuptova mapin. Bëjmë dhe robat e këti. Nice. Nejse nuk është keq për herë parë që shkakova lojën. Okej, ora është 4:37, sa të bëhet e 38, zyrtarisht po 24 orë me këtë telefon. Okej, u bën. 24 orë. Kështu mas 24 orëve me këtë telefon, vendosa që është një telefon shumë i mirë dhe më ka marrë malli për Androidin, por për faktin që jam YouTuber, kamera është diçka shumë e rëndësishme për mua. Ju këtë telefon jam sugjeroj maksimum, ama për vete do rri nanën e iPhone-it. Faleminderit që keni pa këtë video, linkun e keni në description nëse interesuar për këtë telefon, edhe bashkë në video në radhës. Bye bye.